A jeni përgatitur për seancën e nesërme? A jeni të gjithë për me votu kryetarin e propozuar nga kuvendi për prej vendosjes edhe cilat janë pritshmëritë akoma mund të më votu edhe qeveria nesër? Okay. Ne sot jemi ardhur për me u regjistru si hap i rëndësishëm për me marrë mandatin e deputetit edhe pastaj me vazhdu me këtë hapat e tjerë që është kundërshtimi i kuvendit, pastaj edhe votimi i qeverisë, që këto janë detyrat tona sikur deputetët zgjedhur dhe sigurisht na me shumë përgjegjësi do t'i përmbushim secilin prej tyre. Kjo ardhja juaj e përbashkët prej partive të ndryshme në kupton edhe një farë lloj unifikimi në qendrim të juaj si komunitete jo shumicë karshi kryetarit të kuvendit edhe formimit të qeverisë? Po na jemi grupi parlamentar i komuniteteve, sigurisht që në këtë grup parlamentar do t'jenë se paku edhe dy deputetet e KDTP-s, partisë turke, jemi 7 aktualisht, nuk kupton që mund edhe të rritemi me deputetet tjerë, ne jemi për votimin e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë. Kjo është detyra e jote. A përjetni që me votu? Për një qeveri të opozitës nëse mandatari parë nuk mundet me bo qeveri? E tash, këtu unë nuk mund me fol në emën të secilit, por unë besoj që ky grupi i deputetëve që jemi sot këtu, do përfshi edhe ata të KDTP-s, ne jemi për qeverin Kurti, për shkak se Kurti ka këtu zgjedhjet edhe ka shumicën e shqiptarëve edhe tash po jemi relativizojmë numrat, po është 42.3, është shumë, është thujase sa të gjithë të tjerët bashkë, edhe ky për nevojë është një vlerësim i qytetarëve të Republikës Kosovës i rëndësishëm, cilin ne duhet me respektu. Për mua personalisht nuk kam çka të shtoj diçka të re, se është një re. Deputetët që po pengohen në buketë të qeverisë. Asnjë. Kurdi ka thënë për gjitha deputet nga radhët e komuniteteve që përndikojnë në perspektivën e shohim votimit. Ajo s'ka të bëjë me ne të faku me ne që jemi këtu prezant. Megjithatë, a presni që me qenë 61 vota që me mujt me u kry nesër edhe zgjedhja e qeverisë, ashtu se çuç ka paralajmëruar vendosje që në të njëjtën ditë që të bëhet konstituimi i kuvendit me u zgjedhë edhe qeveria e re? Nesër votojmë kryetari i parlamentit e shohim pastaj që shkon procedurat, unë e besoj qeveria Kutri votojmë sa më shpejt. Kandidat për kryetar të kuvendit. Oda? Kandidat për kryetar të kuvendit. Na e dim, ama këto duhet kryeministri me ta. A keni pranuar ftesën nga PDK-ja? Oda? Keni pranuar ftesën nga PDK-ja për takime? Jo. As nga partitë të tjera, LDK-ja dhe OAK-ja? Mo asnjëri s'kam thirrur. Thatë që Gjithashtu jo. Po nëse do të keni një ftesë, a do të bashkëpunoni edhe me opozitën? Po tash unë veç u përgjigjem këtë pyetje, edhe është pyetje ju e re, edhe përgjigjja s'mundet me jetë ndryshe. Unë vlerësoj që 42.3 është shumica e shqiptarëve në Kosovë që kanë votu për kandidatin e tyre për kryeminist. Tash na mundi më kthy edhe ajo që nuk votohet për kryeminist, por votohet për deputet, mirë po nuk ka hyrë nga zoti Kurti për deputet, por ai nga për kryeministën, edhe për mua personalisht kjo është shumë e rëndësishme për shkak se këtu është shumica e vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës, ne si grupe të komuniteteve jo shumicë në Kosovë e kemi për detyrë me mbrojt demokracinë, dhe unë besoj që kështu e mbrojt demokracinë. Zonja Rexhepi thatë Vetë vendosje numrat për ta bërë qeveri. Ju jeni ministër i afërt me sidomos me shtesën dhe me kryeministrin. Ai u ka treguar nëse kanë arritur të bëjnë numrat. Unë jam mik i mirë me shumicën e ministrave edhe të tjerëve aty, por nuk jem zëdhëm si vetëvendosjes. Për këtë do të me pyet vetëvendosjen, do të me pyet zotin Kurti. Është interes. Por unë besoj që ne 7 në grup jemi një forcë e rëndësishme në qeverinë e ardhshme të zotit Kurti. thatë që e dini emrin e kryeparlamentarit. A vjen nga vetëvendosja apo nga ndonjë parti tjetër? Vetë vendosje me tregu. A vjen nga vetëvendosja apo nga ndonjë parti tjetër? Nesër kryetari parlamentit.